Ramadan, welcome holy month Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojm. Salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, ja dërgojm, e lutim Allahun të na mëson khairin, na sjell dobi nga ajo dhe lutim atë që të na shton ilmin, të na shton diturinë. Vëllezër, do të flasim për këtë kohë që na ka mbetur deri te ezani i Yacis, për një adhurim i cili është shumë i madh, një adhurim i madh, cili ka vlerën shumë të madhe, peshon shumë dhe e don Allahu xhelleshanuhu më së tepërmi. Gjatë tërë vitit, ai është adhurim që thuaj më së shumti Allahu xhelleshanuhu në Kur'an i ka udhëruar robërit e tij që ta zbatojnë atë. Dhe është dhikri përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala, e cila e ka vlerën e saj shumë të madhe. Ajo në vetë është adhurim. Prandaj Allahu thot: "Udhkurullaha dhikran kathira", përmendja Allahun, çfarë përmendje? Përmendje të shumtë. Është vëllezër ibadet në vete. E imagjino ky lloj adhurimi i madh, ky lloj ibadeti madhështor, nëse zbatohet bashkë në muajin madhështor, imagjino sa do të jenë sevapet e mëdhaja. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Huwa alladhi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allahu është ai i cili e zbriti qetësinë e tij në zemrat e besimtarëve. Ato gjejnë rahati, e kanë shpirtin rahat, shëndosh e mirë. Pse? Allahu xhelleshanu i goditi ato me es-sekine, është qetësia shpirtërore, ku shpirti, zemra kanë qetësi dhe kënaqen ato. Thot Allahu xhelleshanu pse? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, që atyre që shtohet imani bashkë me imanin, me besimin që e kanë ato. Imagjino ti agjiron, Allahu subhanahu wa ta'ala këtë çështje në agjerimit, shpërblimin e agjerimit, ja ka atribuar shpërblimin vetes së tij, askujt nuk i ka tregu. Dhe ti përsëri duke qenë agjirueshëm e përmendën Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo është tamam nurun ala nur, dritë mbi dritë, liyazdadu imanan ma'a imanihim, e që shtohet imani me imanin e tyre. Pse vëllezër, dhikri përmendja Allahu xhelleshanu në muajin e bekuar të Ramazanit e pas ka shpërblimin shumë të madh. Për arsye se në këtë muaj vëllezër shumë fishohen sevapet, vlera e veprave shumë fishohet. Imagjinoti kur pejgamberi alayhis salam thot: kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. Qala Allahu ta'ala: illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Thot Muhamedi alayhis salam, veprat, shpërblimi i robëve shumë fishohet, prej 10 deri në 700 edhe më tepër. Allahu thot por te agjërimi thot illa siyam, agjërimin hiqe prej atij. Fa innahu li wa ana ajzi bih, ajo është për mua dhe unë vetëm unë shpërblej për ato. Shpërblen Allahu xhelleshanu pa hesab, ato inshallah do ta shohim ditën e gjykimit, kur Allahu na bën edhe ne të jemi prej atyre që i shpërblen për agjerimin me një surprizë të madhe që nuk e ka treguar në dinjë sa është limiti i saj. Ka thonë agjerimi s'ka limit, unë e shpërblej për to. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju të cilët keni besuar Allahun, përmendja Allahun xhelleshanu shumë, udhkurullaha dhikran kathira. Pse vëllezër me përmend Allahun xhelleshanu shumë, apo një ritualet dhikrit, a nuk mjafton të mas të spive, mas namazit farz, me thonë një herë subhanallah, një herë alhamdulillah, një herë Allahu ekber, ose brenda ditës veç një herë me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E dhikr tjetër, la hawla wa la quwwata illa billah, që pejgamberi alayhis salatu wassalam i këshilloi sahabët që vazhdimisht shumë me përmend këtë fjalën la hawla wa la quwwata illa billah. Ose kiti
çka thash më herët, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, deri në fund 100 herë e kien mëngjes, 100 herë dhe më thonë e kien mbrëmje, e shumë dhikr tjetër që pejgamberi alayhis salam i ka përmendur me shifër, me numër të madh, derisa i thani sahabiut, la yezalu lisanuka rataban bi dhikrillah, le të ngelet gjithmonë gjuha jote tjetë e lagur, e freskët duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër, kjo çështja e dhikrit, të përmendurit e shumë të dhikrit është një terapi e çuditshme. Përse? Për arsye se zemrat tona her pas here ato bëhen të ngurta, her pas here ato i kaplon gafleti, her pas here i kaplon neglizhimi dhe ti të nevojitet shumë me përmend Allahun Gjelleshanu, derisa ajo e filtron, e pastron zemrën, e pastron akhlakun, e pastron sjelljen. Disa herë habitesh, mi ka dhon mjeku 100 kokra, po unë u bona mirëve, ti ndin veten mirë. Ama shumë prej njerëzve i është shtu, i është keqsu gjendja, vetëm se nuk i kanë dëgju porositë e mjekut. I ka thonë këto tableta duhet i marrish deri në fund. Ti njerë di 3, 4 e pa e veten, unë elhamdulillah jam mirë, s'kom nevojë më tepër, edhe i lej ato. Pastaj çka? Çtohet smundja, keqsohet gjendja e kështu me radhë. Prandaj zemra jon ka shumë nevojë me përmend Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dhikri, vëllezër, është diçka shumë madhështore. Derisa Allahu edhe namazin e ka përmend me dhikr. Kur flet Allahu xheleshanu për namazin e xumës, thotë ja ju alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fes'u ila dhikrillah. Kur thret do me thonë, bëhet koha e namazit të xumës, më thonë, realitet fillon hutbja, shkoni ati të përmendje Allahut. Fes'u ila dhikrillah, wadhkurullaha kathiran, pastaj thot, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, wabtaghu min fadlillah, wadhkurullaha kathiran. Në fillim tha, shkoni të dhikrillah, të namazi i xumës. A që shkoni? Pastaj e përmendi namazin, në fillim tha, shkoni të dhikri. Fes'u ila dhikrillah. Edhe se bëhet fjala salat për namazin e xumës, Allahu e ka emërtuar me emrin e dhikr, dhikrillah. Pastaj u përfundu namazi dhikri, fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Përsëri kur përfundon namazi, përmendni Allahun xhelleshanu shumë që të jeni të shpëtuar. Gati vëllezër, nuk ka farz, vetëm se Allah më në fund e ka lidh qilin, e ka lidh edhe dhikrin. Përmendjen e tij subhanahu wa taala. Shiko te muaj Ramazan, është shtill, agjërimi është prej shtillave të Islamit. Thot Allahu shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. E përmendën Allahu farzin, agjërimin të agjironi dhe thot walitukabbirullaha ala ma hadakum. Edhe çka, edhe ta përmendni Allahun shumë, bëni tekbire për atë që Allahu subhanahu wa taala çka ju ka udhëzuar juve në rrugën e drejtë. Kjo farz agjërimi, shiqo farzi tjetër, çështja e kuj, çështja e haxhit. Thot Allahu xheleshanu, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah ka dhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Edhe kur ti përfundoni ritualet e haxhit, e përfundoni tavafin, sajin, Safa, Marwa, i gjuni gurët, qëndronin Mina, çka më në fund? Fadhkurullah ka dhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Përmendni Allahun xheleshanu shumë, aq sa i përmendni prindërit e tuaj, se arapët e kanë pas si zakon një burr, baba jem, me gjysh jem, me familja jon, e Allah thët, jo, Allahun përmendja atë shumë, sa që i përmendni prindërit tuaj, apo të parët tuaj. Kjo është, shiqoni vëllezër, Allahu subhanahu wa taala është interesant, një gjatë të tillë përmendjen e dhikrit, e ka bo obligim edhe në momentet më të vështira, ku është çështja e luftës, ku është çështja e frigës, ku është çështja edhe e smundjes, apo je udhtar, thot Allahu subhanahu wa taala, fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. E kur ta përfundoni namazin, kjo është domethënë xihad, luftë, fadhkurullaha qiyaman, nuk mund të qëndrosh tokë se është luftë, qiyaman, duke ecë mo dhikrin mos haro. Qiyaman wa qu'udan, nëse jem pozicionin ulet, edhe aty përmende Allahun. Au ala junubim, edhe në krah nëse je. Çka? Përmende Allahun subhanahu wa taala. Dhe me thonë Allahu Gjelleshanu përmendjen e dhikrit e ka lidh mas kujt, e ka lidh Allahu Gjelleshanu, e ka lidh mas gjdo farzve. Pastaj thot Allahu Gjelleshanu, e përmende dhe diçka e cila shumë vlezër është interesant, thot, ja edhe në luft,
Edhe në luftë që josh aty njeri duhet jeti koncentruar, thot: "Ja ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." E ju i besimtar, nëse e takoni tash armikun tuaj, fathbutu. Kejfe nathbut? Qëndroni, thot Allahu, si me qëndru luft? Wadhkurullaha kathiran. A doni me qëndru? A dëshironi me qenë stabil në luft? Si? Aty është plumat, vlla, raketat, bomba, thot, fathbutu, po si? Wadhkurullaha kathiran. Përmendja Allahun subhanahu wa ta'ala kathiran la'allakum tuflihun, që ju të shputoni. Prandaj vëllezër, mos e harrojmë çështjen e dhikrit, sidomos brenda agjerimit, është një çështje e madhe. Prandaj thot Allahu: "Fadhkuruni adhkurkum." Përmendi ju mu, edhe unë do t'ju përmendi juve. Pastaj thot Allahu xheleshanu në hadithe kutsi: "Nëse robi jem më përmend, fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa idha dhakarani fi mala'in indahu dhakartu fi mala'in khairin minhu." Nëse robi më përmendën mu në vete, edhe unë përmendi, thot Allahu xheleshanu, në vete. E nëse robi mu më përmendën te një mexhlis i madh, edhe unë përmendi atë te një mexhlis i cili është më i mirë edhe më i khairit saj. Prandaj dhikri të përmendurit e Allahu xhelleshanu brenda agjerimit është diçka shumë e madhe, e don Allahu xhelleshanu më së tepërmi. Përse robi ndoshta ka uri, ndoshta ka etje kështu me radh, çka bën njerëzit në këto aspekte? Ai i cili ndoshta agjeron, por nuk është i bindur hala me agjerimin. Çka bën ai këto? Përpiqet me gjet dikund, me ra me flet, me marr telefonin, me hub kohën. Pse valla agjinom akshomi dhe sa ka dhe 3-4 orë, ku të më shkojnë më 3-4 orë? E kjo gjihad, të thuj, ja unë da përmendi Allahun subhanahu wa ta'ala. Dijet se për përmendje se Allahu xheleshanu çka është e lëvduar, më është e madhe, çka të leximi i Kuranit, të lexosh Kur'an, është prej dhikrave shumë të preferuar dhe shumë të dashur tek Allahu xheleshanu. Pse janë fjalët e Allahut xheleshanu, ki sevapa ti për sicilën shkrojnë, ki nga 10 sevape, e është çështja e dhikrit në muajin e Ramazanit, vëllezër, është shans e madhe. Pse? Ajo gjithmonë e ka vlerën, por muajin e Ramazanit e ka më së tepërmi. Edhe ki muaj sa ki vjen çdo 12 muaj përsëritet. Ti tash për ta përmend Allahun xheleshanu në muajin e Ramazanit, duhet presish edhe 12 muaj. Vjen muaj Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, derisa vinë muaji i Ramazanit prap, edhe kur dhe ta përmendish Allahun xheleshanu, tash e ki Allahun edhe agjiron, edhe përmendën Allahun subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahun xheleshanu agjerimet që e kemi bë, t'i bën vetëm për hirën e tij, për ta shiku fitirën e tij ditën e gjykimit. Lutim Allahun edhe për këto ditë që na ka mbet, të na shputon nga zjarri i xhenemit, të na shton imanin ton, të na zbukuron veprat e mira, të na i bën të këqija, edhe t'i shohim veprat e këqija dhe të urrejtura. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.